يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم. Përkujtohet Muhammed kur të ishe me familjen tonë në Medinë dhe Allah subhanahu wa taala u zbriti besimtarve rregulla të cilat i ngarkojnë ata me ndihmën e fesë Allah subhanahu wa taala, kurse Allah subhanahu wa taala është i dijshëm për të gjitha çështjet e përgjendjen e sahabëve dhe përgjendjen e të gjithë muslimanëve dhe njerëzve deri në kiamet. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Një grup i cili u përball me vështirësi ose pati vështirësi, Allah subhanahu wa taala i din çështjet e të gjithëve. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Te Allah subhanahu wa taala duhet me u mbështet besimtarët. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Duhet me ditë se Allah subhanahu wa taala u ka ndihmuar, ose përkujtone se Allah subhanahu wa taala u ka ndihmuar në Bedr. Wa antum adillah, kurse ju keni qenë të dopt. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, keni frikë Allah subhanahu wa taala dhe kështu bëheni falënderues ndaj Allah subhanahu wa taala. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Përkujtoje kur u ka thonë muslimanëve, au mjafton juve që Allah subhanahu wa taala t'ju ndihmon duke u zbrit 3,000 melek, bala gjithsesi. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Nëse bëni durim dhe jeni të devotshëm, Allah subhanahu wa taala do t'u zbret 5,000 melek. وما جعله الله إلا بشرى لكم. Edhe zbritjen e këtyre melekëve nuk e bën Allah subhanahu wa taala për tjetër vetëm se t'ju përgëzoj juve. وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, edhe t'u qetëson zemrat e juve. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, dhe ndihma nuk vjen vetëm se prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala e përkujton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i përkujton besimtarët se për çështjet e fesë, për çështjet e dinit, duhet me dhon kontribut të madh. Për shkak se çështja e fesë është më e rëndësishme se të gjitha çështjet e dunjos. Ose nëse nuk u jep përparësi çështjeve të fesë para çështjeve të dunjos, në ahiret mundesh me i humb çështjet e dunjos, të gjitha që i ke pas. Për shkak se bëhet ndarja. Kurse nëse i vën shërbim krejt çka i kije çështjet e dunjos për çështjen e fesë, në ahiret Allah subhanahu wa taala t'i kthen
nëse e jep pasurinë për në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në ditën e Kiametit të kthehet. Nëse e jep kontributin familjar, në ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala të bashkon me familjen. Nëse e jep fizik kontributin ton, Allahu subhanahu wa taala ta kthen edhe shumë fishon në ditën e Kiametit. Nëse jo, atëre i humb. Dita e Kiametit llogaritet edhe ose quhet edhe dita e ndarjes kur njerëzit ndahen prej çështjeve të cilat i kanë dashur dhe s'kan mujt me u largue prej tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala përmend edhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur pas betejës Bedrit, edhe vështirësitë që i kanë pas muslimanët, edhe lëvizjet ose dridhjet që kanë ndodhur mes fisëve, edhe problemet mes njerëzve, qofshin ato grupe, qofshin individ, edhe në fund Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Te Allahu subhanahu wa taala duhet me mbështet ata të cilët janë besimtarë. Çfarë do të jenë problemet, çfarë do të jenë fitnet, çfarë do të jenë përçarjet, çfarë do të jenë largimet, çfarë do të jenë dyshimet, çfarë do probleme që ka, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Besimtarët duhet me mbështet te Allahu subhanahu wa taala. Nuk duhet me mbështet as numrin e tyre. Nuk duhet me mbështet në asgjë, kur gjë. Vetëm në Allahu subhanahu wa taala. Me dhon kontributin që ta kanë dhe me mbështet në Allahun. Wa laqad nasarakum Allah. Për shkak se sahabët në këtë kohë ishin ata që e kishin përjetuar vetë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala në Bedr. Wa laqad nasarakum Allahu bi Bedrin wa antum adillah. Ju u ndihmu Allahu subhanahu wa taala në Bedr kur ne kanë dot, tash jeni më të fortë. Tash në këtë rast sahabët gjendja muslimanëve ishte më mirë se sa gjendja që kanë pasur në Bedr. Wa antum adillah. Juve kur kanë ndihmu Allahu subhanahu wa taala në Bedr, keni qenë të dobët. Nga se në Bedr muslimanët kanë qenë në krahasim me mushrikët më të dobët në të gjitha drejtimet përveç drejtimin e imanit. Më të dobët në numër, më të dobët në ushqim, më të dobët në përgatitje. Wa laqad nasarakum Allahu fi Bedrin. Por Allah subhanahu wa taala u pat ndihmu juve në Bedr. Wa antum adillah. Edhe pse i kanë pa përgatitje në duhur. Në krahasim me ata me të cilët jeni përballë. Tekullah. Atëherë keni frikë Allahu subhanahu wa taala. Pse me pas frikë Allahut këtë pikë? Në këtë çështje keni frikë Allahu subhanahu wa taala për mos mu përço. La'allakum tashkurun. Nëse keni frikë Allahu subhanahu wa taala, do të jeni falëndërues. Në ajetin tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa in tashkuru yardahu lakum." Nëse falënderoni Allahu subhanahu wa taala, Allahu do të jetë i kënaqur me juve. Kur të jetë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me juve, atëre me ata me të cilët është i kënaqur Allahu, ata janë besimtarë, ata nuk i dënon Allahu, dhe ata bëhen banor të xhenetit. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Të mirat që të jep Allahu subhanahu wa taala duhet me falënderu Allahun, por ndryshe nëse nuk e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për të mirat që na jep, ka rrezik që të mirat më na i marr Allahu. Falënderimi më i madh për fen, pastaj për udhëzimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj për të gjitha begatitë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Me falëndëru Allahu subhanahu wa taala, qoftë në përgjithësi, qoftë për begatit ka një. Me falëndëru Allahun në përgjithësi, falëndërimi takon Allahut për gjithçka. Në veçanti kur je vet me falëndëru Allahun subhanahu wa taala me përmend për këtë të mirë që më ke dhënë. Normal
disa për të mirave për shkak se mirat që të ka dhënë Allah ose që ne ka dhënë Allah subhanahu wa taala, nuk mundesh me i përmend edhe nëse mundohesh për shkak se ato janë shumë dhe Allah subhanahu wa taala ka treguar që nuk ka mundësi me i përmend mirat e Allah subhanahu wa taala edhe nëse mundohemi me i përmend. Por që ato që janë më të dukshmet, që ato që janë më të mëdha që i llogaritmina, që ato që i shohim e për tyre Islamin, udhëzimin në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Për kujton Muhammed kur u gëthon muslimanëve, a ju mjafton juve që Allah subhanahu wa taala të izbret 3,000 melek? Zbritja e melekëve dhe me quë Allah subhanahu wa taala shok me ndihmua Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë prej shkaqeve, por me pasdasht Allah subhanahu wa taala Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte fituar veç vet me këtë dunjë, por nuk është kështu suneti i Allah subhanahu wa taala në tokë. Me pasdasht Allah subhanahu wa taala veç me një sahabi, veç me Abu Bekrin pejgamberi sa kishte fituar për gjithë. Me pasdasht Allah veç një melek me dërgu për seri kishte fituar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë dunjë. Në transmetime të shumta kanë ardhur ndim ose propozim ndime që ka thënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një melek. Në Taif kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka thirr njerëzit në Islam, ata kanë refuzuar dhe kanë ofenduar. Dhe e kanë sulmu. Masi që e ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në banimin, hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala më ka dërgu melekun e kodrave dhe më ka pyet: "A don me bashkuar dy kodrat edhe me i zon përfuni banorët e Taifit?" Një melek. E pse ndërtën me i dërguar 3,000 melek? Pastaj në jetin tjetër 5,000 melek. Kjo është me u treguar muslimanëve se duhet gjithë secili për vete me dhënë kontributin për me ndihmu fenë e Allahut subhanahu wa taala. Numrat nuk janë të rëndësishëm, është i rëndësishëm besimi, por suneti i Allahut subhanahu wa taala është që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetë me u përpjek, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetë me bë përpjekje, edhe muslimanët vetë me bë përpjekje për me pas në të praktikush me fejnë Allah subhanahu wa taala. Për shembull, për shkak se çata besimtarë që nuk janë gjendje vetë me i rregulluar çështjet e fesë, atyre s'ju vjen e fe kur gjëj. Janë një vend një muslimanëve, një vend ballim, një fshat nuk mund me marru një xhami. Edhe hajde më marru dikush, po ju nëse më marrën, ju vetëm më mund të vjen juves. Ai edhe keni dhënë për shembull, a keni dhënë kontribut që diçka? Jo. Me vite e valojnë e shtyn deri me gjetë dikush një donacion me marrë një xhami, po juve se do të xhamia kur gjë. Se nëse jeni besimtar, ju duhet me marrë vetë. Edhe shariatin e Allah subhanahu wa taala. Më ne duhet dikush, po më ta duhet dikush shariatin ty s'dyn kur gjëhesh. Se ti dush me kontribua që ata më pru vetë. Sahabë nuk ja përqu shariatin kërkush me dine. Ata e kanë bo me sebejbe me kontributin e vetë. As xhamien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u marru me donacionet huaja. Po kanë marru vetë. As hijretin nuk e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lypin për jashtë, po ka bo vetë. Të gjitha punët e fesë që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bo me forcat që i kanë me kontributin që ka dhënë sahabët. Pastaj ndodh ndonjëherë kontributi që japin muslimanët nuk është i mjaftueshëm dhe e lypin ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë këtu është lejesa. Me dhënë kontributin maksimumin e mundshëm, pastaj nëse s'ka mundësi, nuk realizohet ajo me kontributin e muslimanëve,
duhet me lyp ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe çështja e fesë, parafarsisht, është e ngjashme me çështjen e rrezikut. Njeriu nuk lejohet me ulë më thonë Allah am buk të ha. Pa du të më gjuhë me punu. Dhe me marë shkacet, sebepet. Dhe puna që e banë për rrezik, nuk është garanci se ti e fiton për shkak të punës, por është sebep. Ti e jep kontributin tënë, pastaj Allah subhanahu wa taala e plotson atë që s'mund të plotësoj. Nëse ti se jep kontributin tënë, edhe lypi Allah subhanahu wa taala me krye punët e tua, atëherë është e ngjashme me ata të cilët i thanë Musa alayhi salatu wassalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shkoni ti dhe Allahu kryeni punën tonë, kur të rregullohet çështja vina na. Ashtu shkon kallaj. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë thonë kështu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë na me ty. Jo shkoti Allah, por na bashkë me ty. Dhe bashkë me ta melek që ka zbritë Allahu subhanahu wa taala. Bala, janë mjaftueshëm 3000 melek. Është i mjaftueshëm edhe veç një melek. Allahu subhanahu wa taala me dash çështën e vet e çon edhe hiç pa melek, as pa pejgamber, as pa kurrë. Veç të bëu edhe ja bëhet. Por rregull që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht me muslimanët është me dhënë muslimanët kontributin e tyre. Pastaj Allah subhanahu wa taala më zbrit ndihmën e vet. Bala. Mjaftojnë gjithsesi, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-malaikati musawwimin. Nëse jeni dërushëm, Allah subhanahu wa taala i ndihmon edhe më shumë. Dhe nëse i shohim ajetet e tjera, sahabët për shkak të durimit të tyre, për shkak të imanit të tyre, kanë qenë në raport me mushrikt 1-20. Pse kanë qenë 1-20? Për shkak se kanë qenë më të devotshëm. O ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum. Këtë këtë ndihmë, zbritjen e melekëve Allahu subhanahu wa taala e ka bërë për me i përgëzu musliman, me u kënaq muslimanët me faktin që Allahu subhanahu wa taala u ka thënë ndihmë, u ka thënë melek me ndihmuar, dhe kjo është nderi i madh për sahabët. Wala tatma'inna qulubukum bih, edhe me u qetësua zemrat. Për shkak se njeriu kur i ka shkaqet, kur i ka marrë shkaqet, është më i qetë në atë në rezultatin që e pret. Se caktimi Allah subhanahu wa taala nuk ka diskutim se ka më ndodhur, por nëse ke marrë shkaqet për mirë dhe vjen e mira, ti ke më shumë më i gëzuar. Nëse ke marrë shkaqet për mos më ndodhë keqja dhe përsëri ndodhë keqja, ti je i çlirum për ngarkesës që më thon se ku mbone këtë punë. Si ku marrë mosa, ti ke marrë mosa mos më ndodhë keqja, po ka ndodhur kaderi Allah, ti për veti je i qetë. O man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim, dhe ndihma duhet me ditë musliman se ndihma nuk vjen vetëm se prej Allahut. Kush do të lyp ndihmë dikën tjetër për çështjet e Allahut, e ka devijuar rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lyp ndihmë te dikush tjetër për me rregullua Allahu subhanahu wa taala çështjet e fesë. Por e ka dhënë vetë kontributin e vet me shokët e vet, pastaj ka kërku prej Allah subhanahu wa ta'ala atë që s'ka qenë në mundësinë e tyre. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.